Vdes këngëtari Shpat Kastapi, dyshohet se pati arrest kardiak. Ka vdekur sot këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kastapi. Deri më tani është bërë ditur se i ka pasur një atak kardiak të cilit nuk ka mundur t'i shpëtojë. Shpat Kastapi ka qenë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare. I lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ai u rit në një familje me tradita muzikore që i dha shtysën e parë drejt skenës. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000, ku shumë shpejt u bë një prej idhujve të rinisë me stilin e tij modern, meloditë e lehta dhe performancat energjike. Shpati u afirmua përmes tregut muzikor kosovar dhe atij shqiptar, duke sjellë këngë që u shndruan në hite, si A më do, Valle kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj e shumë të tjera. Ka marrë pjesë në shumë festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore. Prej vitesh ka qenë një figurë e pandashme e muzikës pop shqiptare, duke ruajtur popularitetin fal stilit të tij karakteristik dhe këngëve që vazhdojnë të dëgjohen gjerësisht. I ndjeri ka qenë i martuar dhe ka lënë pas një fëmijë.